Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, në takimin e kaluar kemi përmendur se një nga stacionet e rëndësishme në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë edhe humbja e dy të dashurëve të tij, për krahasve të mëdhaj që i kanë ndihmuar e kanë mbështetur vazhdimisht Muhammedin alayhi salatu wassalam. Njëri ishte agja i tij Abu Talibi, i cili përkundër kësaj përkrahje, përkundër ndihmës, mbështetjes së vazhdueshme që ia dha pejgamberit alayhi salatu wassalam, fatkeqësisht në fund nuk vdek si besimtar. Dhe kemi përmendur dobit e kësaj ngjarje, ndikimin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe disa çështje tjera me rëndësi që ndëlidhen me këtë rast, me vdekjen e Abu Talibit. Njeriu i dytë me rëndësi në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, madje me një rëndësi të pazëvendësueshme, të pakompenzueshme, që nga fillimi e deri në fund të jetës ishte edhe gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha. E kemi përmendur atë në fillim kur kemi folur për fillimin e shpalljes, stacioni i rëndësishëm i nismës së këtij misioni të rëndësishëm, se sa ishte me rëndësi këshilla dhe mbështetja e Khadijes radhiyallahu anha për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ato fjalë që ajo ja tha kur nuk u harruan, u regjistruan dhe mbetën të shënuara deri në ditë gjykimit. Ajo mbështetje pa rezervë, e pa hamendje, ajo bindje se burri i saj është burr i mirë, ajo bindje se burri i saj nuk ka bërë diçka të keqe që tashmë të ndëshkohet, por me siguri është shpërblimi i Allahut, me siguri është përzgjedhja e Allahut për punë të mira që i ka vënë, me të vërtetë është një mbështetje burrnore, pa harrueshme, që nuk është lehtë me treguar situata të tilla. Por e tregoj kjo gruaja e pjekur, kjo grua e mençur, e formuar, që njëkohësisht është edhe nëna e besimtarëve. Është nëna e të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve deri në gjykimit. Khadija radhiyallahu ta'ala anha të ndërruar vazhdoi me mbështet pejgamberin e saj. Jo vetëm në fillim, por ajo mbështeti deri në fund me tërë atë që kishte. E mbështeti me autoritetin e saj që kishte në Mekë. E mbështeti me pasurinë e saj, nga se ishte tregtare dhe pasur. E mbështeti me kohën e saj, e mbështeti me shëndetin e saj, me tërë qenien e saj, e mbështeti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Andaj edhe jo rastësisht zori një vend të madh në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një grua me këto përmasa, një grua me këto cilësi, padyshim që i jap kuptim jetës, i jap kuptim misionit, i jap kuptim çdo përpjekje, por dhe humbja e saj është humbje shumë e madhe. Prandaj pejgamberi kur humbi Khadijën, e humbi vetëm prezencën e saj fizike, ndërsa nuk u largua Khadija asnjë nga goja e pejgamberit alayhis salam, nga mendja e tij. Madje edhe shumë vite pas që kishte shkuar në Medinë, e përmendën në vazhdimsi, do thot Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërozur edhe kur jepte sadaka, i dërgonte sadaka të afërmit Khadijës, i dërgonte sadaka edhe dhuratë edhe shoqeve të saj, si sheh respekti për gruan e tij Khadijën radhiyallahu ta'ala anha. Andaj këtë mirësi që harroi kur pejgamberi alayhi salatu wasallam, madje të ndërozur e nderoi Allahu këtë grua edhe në këtë dunja para ahiretit. Është një grua që asaj ndodh diçka shumë e veçantë, shumë specifike. Një ditë nga ditët e zakonshme të përgjithshmërisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam, ku i vinte shpallja nga Xhibrili, Allahu i shpallte pejgamberit alayhi salatu wasallam përmes melekut Xhibril. E një ditë erdhi Xhibrili për t'ia kumtuar pjesën e mbetur të shpalljes pejgamberit alayhi salatu wasallam, e ndërkohë i tha: thuaj Khadijës se Zoti po të bën selam. Përmendo me janë një selam i veçantë nga Allahu te barekuhu teala.
me janë një përshëndetje paqes, e shpëtimit, e shpërlimit, e ngritjes nga Allahu xhallahu ala, këtë pozitë kurse ka gëzuar deri më tani nga njerëz e rëndomt. Pejgamberët e Allahut kanë folur me Allahun xhallahu ala. Kjo është vërtet se janë të dërguar, por një grua që s'është pejgamber, një besimtare të arrin deri në këtë nivel, është më të vërtetë diçka shumë specifike dhe e veçantë që kjo grua e ka marrë. Pra të ndërvozur të flasim për Hatixhen nuk është thjesht një rrëfim për një grua, nuk është thjesht një rrëfim për një histori. Është rrëfim që në vetë i përmban besnikëri, në vetë i përmban ndershmëri, përmban vetën e tij, domthonë përkrahje që realisht është begati e madhe nëse njëri e ka ta atir në jetën e kësaj dunjaje. Por megjithatë, edhe Hatixha është njëri sikurse të gjithë ne, dhe asaj i erdhi koha me u nda nga dunjaja. Vdiq Hatixha radiallahu ta'ala anha dhe e la pejgamberin asum të pikëlluar. Madje edhe ai vetë në librat e Zërisë njihet si viti i pikëllimit. Unë jo dita e pikëllimit, por viti i pikëllimit. Unë kohë të gjatë pejgamberi nuk mund ta merrte veten nga kjo goditje, nga se nuk është e thjeshtë. Kjo s'është mos pajtim me caktimin e Allahut, absolutisht. Ai nuk flis të diçka që është e pahishme. Ai larg asaj të ishte i pakënaqur me caktimin e Allahut. Pejgamberi ishte i pajtuar plotësisht me caktimin e Allahut, i kënaqur me caktimin e Allahut, vazhdoi misionin, nuk u ndal, dhe kjo është më rëndësi. Mirë po, i mbeti pikëllimi, i mbeti mërzia për humbjen e kësaj gruaje kaq madhështore që padyshim la boshllëk të pazëvendësueshëm në jetën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nga këtë tërkjata, nga kjo ngjarje, nga kjo vdekje, nga kjo jetë, nga kjo bashkëpunim, nga kjo dashuri e ndërsjellë bashkëtorë, çfarë mund të nxjerrim ne nga dobit për jetën tonë? E para të ndërrullazër është se Muhamedi alayhis salam na ka mësuar se kushdo që na ka bërë mirë, kushdo që në jetë ka ndihmu, me një fjalë, me një mbështetje, nuk bën kur me ja haru. Ma djetë nëse vdes, duhet me e kujtu. Me dua me e kujtu, me kujtu me respekt për familjen e tij e kështu me radhë. Një herë, Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, ishte duke ecë rrugës. Ibn Omeri nga shokët e njohur e pejgamberit sa dhe nga dietarët e sahabeve. Ishte duke ecur me shoqëruesin e tij Nafiun rrugës dhe Ibn Omeri ishte ipur në devën e tij. Kaloi pra një njeri dhe e ndali devën e zbriti. E përshëndeti me respekt veçantë këtë njeri, saqë Nafiu u çudit, nga se një respekt të këtill nga ana e Ibn Omerit mund t'i jepej vetëm ndonjë dietari, do njëri shumë të ngritur, dorso Nafiu këtë nuk po njefte. Tha Ibn Omerit, i nderuar, kush është ky? Mos kom dëgju duke përmend se e ke hoj, e ke Tha, nuk është nga ata që mendon. Është shoku i babës tan. Omeri kishte vdek, pas vdekjes së babës, respekt për babën është t'ia respektosh shokët, e miqët, e kështu me radhë. Por jo të harrohen lidhjet, e të shkputen raportet. Prandaj fatkeqësia është ndërsa sot që kur vdes baba dhe fëmijë shpartallohen, se më tjetër. Nuk është më ajo afërsia që kanë pas dikur kur i mbledhte nona e baba e kështu me radhë. Dhe kjo është fatkeqësi. Do të më vazhdo dhe ma fuqishëm lidhjen e raportin edhe kur ata si kemi prezent. Për shkak se ata na kanë mësuar me qenë bashk, por edhe kur ata vdesin, sa më të fuqishme kemi lidhjen mes veti, aty në shkon sevapi tek Allahu te bareku teala. Nga se nona ju ka mbledh, nuk është nona më. Mbledhuni prap, e gëzoni nonën në ahiret me shpërimin që i shkon për shkak të mbledhjes që vazhdoni me pas këtë dunjë. Nuk është baba, vazhdoni me qenë ende të lidhur mes vete, e kështu me radhë. Por fatkeqësisht, jo rrallë ndodh që shumë konflikte plasin mes vëllezërve, motrave, shpesh edhe për çështje banale, nga se ata që e kanë qetësuar situatën, ata që i kanë afruar, nuk janë më prezente në kësaj bote. Prandaj respekti për njerëzit që kanë bërë mirë, që të kanë ndihmuar, apo babës tonë, nonës tonë, familjes tonë, është respekt i vazhdueshëm që nuk duhet asnjëherë besimtari më harru. Prandaj pejgamberi alayhis salam u martua dhe pas Hatixhes radhiyallahu ta'ala anha, jeta vazhdoi. Pejgamberi vazhdoi me mision, suksesi filloi me urrit, shpalla filloi me zbrit, vazhdoi me zbrit dhe misioni filloi me urrit, besimtarët filluan me ushtu.
Por në gjitha këto aktivitete, në gjitha këto suksese, arritje, në gjitha këto fitore, pejgamberi me gjatë nuk ka rënë të Hatixhen. Prandaj të ndërvozër, me të vërtet kemi nevojë së në kohën tonë që t'jemi shumë ma tepër respekt për një tjetrin, ma tepër mirënjohje. Njëri kontribon kohë të gjatë, edhe për moment harrohet, tu se s'ka po kur gjë heq. Ndoshta braktisët nga shoqënia e ka nevojë për gjëra elementare, kush për te nuk kujdeset. Andaj është turp, dhe kjo është padyshim e jo njerëzore, që njerëzit që kanë kontribuar, njerëz që kanë dhënë mund, ndoshta edhe kanë vuajt për çështjen e vendit tonë, e lirisë tonë kështu me radhë, në fund të harrohen, të fyhen, të ofendohen kështu me radhë. Kjo nuk është absolutisht as njerëzore e lërë më tjetë islame. Pastaj edhe në kohën tonë gjithmonë, kur do qoftë, çfarë do profili, ka dhoni kontribut, ka dhoni mund, çdo kush nga ne ka gabime, çdo nga ne ka lëshime, kur kush nuk është i pagabuar. Nuk jemi melek, jemi njerëz. Mirë po, gabimet që ndodhin duhet të mbulohen, ndërsa të mirat duhet të ekspozohen, të mirat duhet të përmenden. Dhe pejgamberi nuk harroi Hatixhen kur radiallahu ta'ala anha. Dhe kjo mirënjohje është ajo që na e marrim nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi nuk ishte kështu që me gruan e tij. Ishte me gjithë të tjerë, kurrë që një shërbim më minimal ja ka bëu pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte mirënjohës për të. Ishte mirënjohës për të. Madje edhe nëse ishte nga kundërshtarët e tij, madje edhe nëse ishte nga ata që s'kishin besuar në të fare, por i kishte bërë një shërbim pejgamberit sa nuk haron të kur. Në rastin kur pejgamberi ka dalë me shku në Taif, dhe e dini që në Taif do ta përmendim si stacion të radhës nga udhëpërshkrimi i jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam, në Taif u gurzuan, u refuzuan, nuk e pranuan. Dhe deshi që të kthehet në Mekë, në vend vet, në shtëpi vet. Atëra refuzuan Kurajsh me leju hyrjen në Mekë. Thanë ke dalë nga Mekë u kry, nuk futesh brenda më. Atëra njëri nga elitarët e Mekës, njëri nga njerëzit me nam e mori dhe e futi në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë të marrë në besë, edhe futi në Mekë. Kaç bëri ai? Kush i më tepër? Kaç bëri? Dhe vdiq, madje vdiq në idhujtari, jo musliman. Ndodhi betejë e Bedrit. Shikoni, mas sa viteve Bedri ka ndodhur në Medinë. Mas sa viteve ndodhi betejë e Bedrit, e u zon rob 70 Kurajsh. 70 idhujtar janë zon rob lufte. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Nga se ishte diskutabile, çfarë të bëhet me ta? Të lirohen, të ekzekutohen, të shkëmbehen, çfarë të bëhet me ta? E kishte propozime ndryshme. Ebu Bekri kishte një mendim, Omeri kishte një mendim, radiallahu ta'ala anhum, ndërsa çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Tha të kishte me qenë gjallë filoni, dhe me kërku me ilshu, kësha me ilshu për hatër tija, pëtër. Shiko ku e përmeni, si harrajat mundësin që irin Mekë, pëtër. Hajtë të ndërvozër, muslimani nuk është buk për mësës, nuk është harrestari mirësive, kur do që të ka bo mirë, nësë është jo musliman, të ka gjinë, të ka prit, të ka nëru, të ka japë mundësi, të ka ndihmu, duhet me qenë mirë njës. Duhet me qenë mirë njës gjithmonë, për shkak se Zotë në kam su timit e tillë. Andaj, vdekja Hatixhes të ndërvozër dhe reagimi pejgamberit alayhis salam gjatë kësaj ngjarje dhe pas kësaj ngjarje tregon që pejgamberi sa asnjë nuk e harroi, domethënë nuk harroi kurrë pejgamberi sa domthon shërbimin edhe mbështetjen që i dha gruaja e tij atë. Gjithashtu të ndërozën nga kjo ngjarje e madhe marrim se edhe pse misioni ishte i madh, ishte barë ron, nuk ishte e lehtë. Parëmendoni për shembull pejgamberi sa erdhi me një mision krejtësisht pa njohur për rrethin ku ai veç jetonte dhe veprante. Ata nuk dinin as ka shpallja, jetojnë në idhujtari, jetojnë në bestytni, kishte shumë dukuri të shëmtuara në shoqëri. Misioni ishte me përmirësu gjendjen. Misioni ishte me ndryshu shoqërinë për të mirë. Misioni ishte me luftu dukuritë negative. Misioni ishte që me instalu besimin e drejtë në Allahun, duke refuzuar dhe eliminuar dhe larguar gjitha elementet e idhujtarisë, paganizmit, besytnive, kështu me radhë. Shumë e vështirë. Shumë misioni i vështirë. Misioni më i vështirë në jetë është me ndryshu mendjen e njerëzve.
Shka të ndërrozër, mund është për shembull një njeri jeton në varfëni, s'ka shtëpi. Mund është mja ndryshu gjendjen me pare, mbledh paraja, apo një shtëpi, ja ndryshon gjendjen. Nuk është kjo e lehtë, po megjithatë e arritshme është. Mund të për shembull dikujt mja ndryshu gjendjen në aspektin e shëndetit. Është i smur, s'ka mundësi me u trajtu, s'ka mundësi me u shëru, mbledhemi bashkë, i bëjmë të pare, i nimojmë shërot dhe i ndrojmë gjendjen. Mirë po, njeri që ka mendimet gabuara dhe i ka kultivu me vite, me artash mi ndru mendimin e mi ndru besimin, është misioni më i vështirë. Më vështirë që kja, me punu në ndryshimin e mendimeve të njerëzve, e kuptimeve të tyre, koncepteve të gabuara, të deformuara, që i kanë trashëguar nga e kaluara, kjo më e vështira. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall për këtë mision kaq të vështirë ka përzgjedh burra të veçantë. Jo gjithkush e ka parë këtë emanet. Prisit, udhëhecit e këtij procesi kush janë? Pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Ata Allah i ka dërguar në midise të deformuara, të devijuara, të shturura, me mendime skajshmërisht të prishura kështu me radhë, shkon këtë vend dhe ndreqeu mendimin, ndreqeu besimin, ndreqeu rregullin, ndreqeu moralin e kështu me radhë. Andaj misioni i vështirë, nuk është i lehtë ky mision. Sa ka ikë pejgamberi alayhis salam, u refuzua, u dëbua, u shkelmua. Pse? Pse donte më thonë se kështu që shiu për mënyrë gabim është. Kështu që po jetoni gabim është. Nuk jetohet kështu. Andaj përpjekja për ndryshimin e mënyrës së të jetuarit dhe të kuptuarit është nga padyshim, është misioni më i vështirë i mundshëm që e bardh dikush mbi supët e tij. E në kuadër të kësaj që përmendë ndërvëllazër që në shtymjen përpara të këtij misioni, kaq të vështirë, kaq me përgjegjësi, kaq me probleme, të jetë një grua mbështetësi më i madh është shumë domethënëse. Është shumë domethënëse. Së pari, shpesh herë potenciali i gruas nënçmohet. Potenciali i gruas nuk vlerësohet. E çka bën një grua? Grua është kjo. Ja, gruaja e formuar se duhet bën çudina, bën ndryshime të mëdha. Prandaj një grua që e ka kuptuar misionin e jetës, e ka kuptuar rolin e saj, mund të jetë faktori kryesor i ndryshimit të shoqërisë dhe edukimit të gjeneratave. Nga se ku fillon edukimi, ku fillon ndryshimi, nga fëmiu në shtëpi, pastaj vazhdon te shkolla e te rruga kështu me radhë. Kështu që të ndrodhur duhet që me të vërtetë roli i gruas të aktivizohet. Sot fatkeqësisht kërkohet që gruaja të jetë më aktive, të jetë më e integruar, në rregull është ashtu do të më qenë, por fatkeqësisht shpesh herë jashtë rolit të saj, jashtë natyrës së saj, jashtë asaj që Zoti xhallahu për të ka krijuar. Prandaj duhet gruaja të jetë aktive, duhet të jetë integruar, duhet të jetë shumë prezente në shoqëri, por në binarët e saj, jo në binarët e huaj, në shtegun e saj, jo në shtegun e huaj, në rolin e saj, jo në rolin e huaj. E kush e ka përcaktuar shtegun, e kush e ka përcaktuar rolin? Ai që ka krijuar. Ai që ka krijuar, nga sallallahu tha, ela ya'lamu man khalaq. E si nuk din ai që ka krijuar? Ai e din çka i duhet gruas, ai e din çfarë potenciali ka grua, ai e din çfarë mund të bën. Dhe janë një shembull konkret. Khadija radhiyallahu anha, çfarë ndryshime të mëdha ka bë? Çfarë përpjekje, çfarë mbështetje ka bë? Mahnice. E kështu dhe gjatë historisë, gra me nam që janë përmend, që realisht burri ka qenë ndoshta në ballavaçim, po në mbështetje të këtij ballavaçimi, ajo që e ka ushqyer me guximin në krem ka qenë një grua e madhe pas tij. Mund të jetë nëna e tij, mund të jetë motra e tij, mund të jetë gruaja e tij. S'është e rëndësishme raporti, më rëndësishme se ka qenë një grua e formuar, një grua e cila është ndërtuar si duhet në udhëzimet e fjalës së Zotit xhallahu ala dhe udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pa të ndërrozur, nuk duhet me nënçmu rolin, me nënvlerësu, por duhet me i jap hapësirën. Dhe çështja e tjetër të ndërrozur është se Hatija radhiyallahu ta'ala anha e kuptoi që burri i saj ka një mision, andaj ndihmoi në këtë mision. Prandaj roli që duhet ta kenë burri me gruan nuk është rol konkurrues, masi ti pe ban duhet me bëj njëjtë. Nuk duhet me bëj gruaja një çka bën burri. E as burri një çka bën gruaja. I kanë të ndara profilet dhe rolet. Por ata duhet të bashkëpunojnë për ta plotësuar njëri tjetrin. Prandaj aty që nuk tha, e pse ti pejgamber ose jam pejgamber? Nuk tha kështu, nga se është absurde. S'është kjo absolutisht qasje e dur apo korrekte apo e mençur.
por e pas e burri saj ka në përmbështetje. Andaj e plotësoj atë pjesë që i duhet burrit e saj. Dhe që ajo pjesë nuk plotësoj me dikë pas me një grua sikurse Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Prandaj duhet me bashkëpunu. Nuk ka mundësi absolutisht të ndërtohet shoqëria vetëm me mashkuj, e as vetëm me femna. Po bashk, Allahu xhallahu i ka krijuar që nga dita e parë bashk. U dha rolin bashk. Prandaj së bashku me mirëkuptim, dashuri, respekt ecim përpara. Por fatkeqësisht jo edhe sot po dëgjojmë që në vend që dy bashkëshortë të bashkëpunojnë për me ndërtu familje, ata bashkëpunojnë për me ernu familjen me shkurorzime të pakuptimta, me ndarje komplet banale, që pastaj vuajnë pas kësaj fëmijët, familjarët, e shumë pasojë atyra që ndodhin nga mungesa e menaxhimit të duhur të jetës bashkëshortore. Shembull për këtë duhet ta kemi Muhamedit dhe Khadijën. Prandaj një nga arsyet e mëdha të ndozër që sot ka kriza në botë, edhe në shoqërinë tonë, ka probleme në shoqëri, në familje, të individi, një nga shkaqet kryesor është mungesa e shembullit të duhur. Si kush duhet të bëhemi ne? Këtë duhet pasojmë, këtë duhet shikuar, nga kur duhet mësojmë, është pyetje e madhe. Dhe jo rreth të ndruhëzëm na imponohen shembuj, modele të deformuara, të varfura në vlera, të varfura skajshmërisht në dije e kështu me radhë. Shembuj të shturjes, shfrenimit, dëgjerimit, ata imponohen si shembull të suksesit, të arritjes. E rinia lakmon të jetë sikur sa ata. E këta nuk duhet të jenë shembulli jonë. Këta nuk duhet të jetë modeli jonë. As i fëmijëve tonë, as i grave tona, as i motrave tona. Shembull për neve duhet të jetë Khadija radhiyallahu anha. Shiko, kjo është nëna e besimtarëve. Kjo është ajo që Allah e ka ngrit, e ka përshëndet, edhe e ka përzuar me xhenet duke qenë në dunjë. Andaj këta janë shembujt tonë. Këta janë njërneku jonë, modeli jonë, që në bazë të shembujt e tyre ta organizojmë jetën tonë, të ndërtojmë raportet mes veti, të bashkëpunojmë në ndryshimin e gjendjes për të mirë, në luftimin të kurive negative, e gjithë ato që i duhen një familje dhe një shoqërie. Prandaj, me të drejtë të ndërlozër, mas tërë kësaj dhe shumë tjerave, ti e kupton pse u pikllua pejgamberi sa me humbin e Hatijës. Nga se thash, nuk e humbi thjesht një grua që ndante me të pështratin me te, por humbi një grua që ndante jetën me te, që ndante misionin me te, që ndante të ardhmë me te, që ndante gëzimin me te, ndante piklimin me te, gjithë shka ndante zbashku me te. Prandaj, kur të shkon gjysma jetës, nuk është letë me menaxhu, se është një boshllëk i madh që vështirë mund të kompenzohet dhe plotësohet. Prandaj, ky stacion konsiderohet nga të rëndësishmet në jetën e pejgamberit sa mandej edhe ndalim sot që të flasim për të. Lësë Allah në manduar që në vendison për rolin që kemi, burra e gra. Lësë Allah në gjellë që ndryshimi i madh, pozitiv, luftimi i dukurive negative, evitimi i rrezikut që kanos shoqërinë tonë, pikërisht të fillon nga familjet tona, nga bashkëpunimi i bashkëshortëve, nga dashuria ndërsjellë mes tyre, nga mirëkuptimi që duhet ta kenë mes vete, nga ndarja e roleve dhe plotësimi i njëri tjetrit, nga vlerësimi dhe mirënjohja që gruaja të jetë mirënjohëse për burrin e saj, për angazhimin e tij, për përpjekjen, shërbimin, kujdesin, respektin, e gjithashtu dhe burri të jetë mirënjohës për gruan e tij, për kontributin, mundin, lodhjen, gjitha ato që mund të përmenden ndoshta gjatë që gruaja në baza të përditshme i ofron në shtëpinë e saj, familjes saj, apo i ka ofruar të kaluarën, kurdo qoftë që të jemi mirënjohës, edhe me fjalë dunja, edhe me dua që Allahu xhallahu t'i shpërblen me të mira e të na bashkon me ta në xhenet. Kaq për këtë pjesë, Zoti ju nderoft, ju shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.